Përshëndetje miq, vazhdojmë me reagimin e rrallës. Sot duhet dalim pak tek izraelitët, ose ndryshe, siç rëndon gjithë ju i thrisni, çifutët, ose edhe hebrejt. Para se të fillojmë me elaborimin e rrallës, ndalemi një sekond tek protesta. Do me thënë, ku është protesta sot? Edhe tek investimet e huaja. Pse janë të rëndësishme me dy fjalë investimet e huaja? Po shikoni ekonomitë më të konsoliduara të botës, po gjithashtu edhe shtetet më demokratike të botës, një nga indekset ose një nga njësitë matëse më kryesore kanë thithjen e investimeve të huaja. Do me thënë, sa më e fortë është një ekonomi, aq më e konsoliduar është, matet për herë me investimet e huaja. Sa aftë është thithi investimet huaja. Edhe ora si gjithë ekonomitë më të mëdha të botës, më të konsoliduara, mbajnë kampion në thithjen e investimeve të huaja. Kanë për shembull çfarë po bë Trumpi, hapur fare, diçka që s'ka bërë askur, sepse qeveritë e fuqishme, marrë pakuindeve i bëjnë këtë lloj presionesh, si të thithin investimet huaja. Po Trumpi e bën ashqyrë fare se nuk e çar kokën. Del aty në publik dhe i thot gjithë shteteve më të fuqishme dhe më të pasura të botës, dhe i thot po do hillni kaq lek në Amerikë. Nga ty du kaq, nga ty du aq. Edhe bën hapur fare dhe nuk i bie mendja fare. Pse? Sepse investimet e huaja shumë të rëndësishme për zhvillimin e ekonomisë, edhe për rritjen e mirëqenies së një ekonomie. Do të thonë Trumpi këtë e bë hapur fare. Kurse tu tek ne vinë me dëshirë dhe dalin disa idiotër, nuk i duan investimet e huaja. Dalin për të ardhmen e Shqipërisë, por nuk duan të ardhmen. Imagjino çfarë paradoksi, dalin për të ardhmen, por nuk duan të ardhmen, s'duan investime. Pjesa e protestës, çka ka ngel më te protesta? Protesta tash është një grush njerëzish kanë ngel aty, disa individ do thojë, që nuk profesionojnë asgjë përveç se vetes vet, sepse ka shumë që dalin gjithmonë në emër të popullit, në emër diasporas. Po shikoja para sa ditësh një grua që kishte ardhur nga diaspora, nga Kanadaja. Kishte 20 e sa kusur vite në diasporë, në Kanada. Dhe mbas 20 e sa vitesh kishte ardhur dhe ulërisë sepse i kishin ngrabit Shqipërinë. Ja kishin marrë peng, ja kishin nxjerrë në shitje. Domethënë i kishte braktisë Shqipërinë, kjo kishte ardhur sepse po i shisnin Shqipërinë. Imagjino çfarë paradoksi. Disa tjerë kishin ardhur nga Anglia, do me thënë në emër të fëmijëve shqiptarë, brezave të rinj, do me thënë pasi i kishin sistemuar të kalamajt e vetë në për Anglira e në për shtetet tjera, tani kishin ardhur për të sistemuar kalamajt e shqiptarëve që jetojnë në Shqipëri. Këto janë paradokse, do me thënë, nga më të çuditshmet. E dyta, asnjë aty në sheshkur dhe asnjëherë nuk e ka përfaqësuar popullin dhe diasporën, askush nuk ka fuqinë ta bëjë, asnjë lloj individi, asnjë lloj grupimi. Aq më shumë ku vetëm ne mes vetes shqiptar, në trojet autoktone jemi ndarë në 5-6 shtete ndryshme, e smerremi vesh. E jo më diaspora që është, po thjesht në çdo shtet të zhvilluar të botës. Një diasporë do të thonë që ka ikë përfundimisht nga Shqipëria nëpër rrugët e botës, rrugëve të botës. E këtu vin tash ca delirant që flasin në emër të diasporës, apo në emër të popullit. Tashi, kalojmë tek pjesa e çifutëve, më mirë me çifutët. Edhe pse tingëllon pak. Tani, se nuk mendoj ka më çifut se sa ne kur vjen puna te lekut. Paktën te leku, se jena bë shumica jon, domethënë që nga 90-ta këtej ndërgjegjjen e ka zëvendësuar me euro ose me dollar. Kjo është realiteti fatkeqësisht. Na kanë humbur ato vlerat dikur, po do bëj një video tjetër për këtë. Ato vlerat e dikurshme njerëzore shumë rrallë i gjen tek ne. Kështu që ndërgjegja jonë është zëvendësuar me lek, si puna e çifutëve. Tani pse kjo narrativa që është ndërtuar të kohët e fundit, që çifutët domethënë kanë një plan kaq të madh për të zbrazur Shqipërinë, dhe për ta blerë Shqipërinë apo për ta pushtuar Shqipërinë. Po fillimisht ju dashka ta zbrazin Shqipërinë nga shqiptarët me ndihmën e Ramës apo të klasës politike shqiptare dhe pastaj do vikën çifut. Po kush e ka ndërtuar këtë narrativ? Atëherë, para se dalim se kush e ka ndërtuar këtë narrativ, duhet kuptojmë, shikojmë pak historinë. Atë që kena bënë për çifutët dikur, nuk e ka bërë asnjë në botë. Pse se ka bërë asnjëri botë? Po se ka bërë njëri se e ke në librat e historisë, pak në historinë moderne. Edhe kjo nuk është vetëm me çifutët, kjo ishte edhe me ushtarët italianë, domethënë. Pasi u tërhoqën nga lufta, s'kishin nga ikni se donin t'i vrisnin nazistët dhe bla bla bla. Njëtë gjë bën shqiptarët, i strehun. Kjo tregon për vlerat tona si popull. Unë do ta quaj ndryshe, domethënë tregon shumë për shpirtin ton pagan.
sepse ne në thelb jemi popull pagan, me një shpirt shumë të madh, me një shpirt shumë të bukur. Jemi njerëz të butë që i duam qenit e tjera. Mendojmë që çdo gjë ka të drejtë të jetoj. Por shumë armiqt na nënversojnë, mendojnë që jemi dobët. Jo, ne jemi njerëz të butë, por me shpirt shumë të fortë. Sepse historia jonë fillon para shumë historisë së fillimit të shumë feve në botë. Qy me Pellazgët, me Ilirët, nuk ka pas fe atëherë. Kemi qenë ne dhe shpirti jonë pagan. Pastaj donë më mbrapa Zoti i majtë dhe Zoti i djathtë. Jo, për ne ka qenë gjithmonë dhe është vetëm një Zot. Dakord? Kështu që kjo është arsyeja pse i mbrojtëm çifutët dhe gjithë ato të tjerë që ngelën, domethënë se s'kishin ku të fusnin kokën, i kanë strehuar shqiptarët. Ai shpirti jon i bukur pagan. Ajo butësia jon, ai njerëzillëku jon. Edhe kjo është një nga arsyet pse na luftojnë kaq shumë sot. Shumë e thellë lufta e egër që bëhet kundra nesh. Një nga arsyet është pikërisht kjo. Domethënë dalin te pjesa e çifutëve që mos hapimi pak më shumë. Atëherë, për çifutët ne kemi hyrë librat e historisë së botës, jo vetëm librat e çifutëve, por të botës, si një popull që ka bërë atë që s'e ka bërë asnjë një popull tjetër. Tashi, pas disa dekadash, gjendim para një fakti tjetër, në thonjza një fakt, se s'është fakt, që çifutët pas kanë një master plan për t'i rënë shqiptarëve, për t'i dëbuar nga tokat e veta, për ta blerë Shqipërinë. Ato që e shpërndajnë këtë lloj narrative që janë disa kokra në 7-8 vitet e fundit, që dalin aktualisht nëpër media si Top Channel dhe nëpër media tjera, dalin me këtë narrativën në mënyrë të qëllimshme që çifutët do bëjnë namin, çifutët do zbrazin Shqipërinë, çifutët po blejnë Shqipërinë. Po pse e bëjnë ato këto? Po e bëjnë sepse ato paguhen për të bërë këtë. Sepse sot, aktualisht, apo deri me krijimin e shtetit izraelit, nuk ka një rast të vetëm që shteti izraelit apo çifutët kanë kryer ndonjë komplot kundër Shqipërisë apo shqiptarëve, nuk ekziston. Më gjeni ju një fakt, edhe më paraqisni, që kanë bërë një vepër kundër nesh. Përkundrazi, kanë qenë shumë aktiv dhe shumë pro nesh, lobi çifut, dhe politika më e lartë amerikane në botë, po edhe nga Tony Blair nga ana tjetër, që kanë kontribuar në mënyrë të jashtëzakonshme për pavarësinë e Kosovës, nisi me Tony Blairin, me Bill Clinton, edhe me Albrightin, po edhe me lobin çifut, që u bë ndërhyrja e NATO-s në Kosovë. Domethënë, ky është një fakt shumë i madh, që atëherë lobi çifut e ka mbështetur shumë pavarësinë e Kosovës me anë të politikës amerikane. Ky është fakt. Sepse këtu dalin për ditë disa këllira, disa qelpsira, që domethënë sajojnë një realitet që nuk ekziston. Se nëse do ekzistonte, do ja thoja unë i pari, por nuk ka një plan të tillë për ta zbrazur Shqipërinë dhe për ta mbushur me çifut apo me kolonë izraelit. Nuk ekziston diçka e tillë. Ama ka dy shtete që kanë ndoshta më shumë se 100 vite që kanë një plan të tillë, edhe e kanë vënë gjithmonë në zbatim. Po kush janë to shtete? Po Serbia dhe Greqia. Gjithmonë kanë pasur një plan të tillë shumë konkret. Pse? Sepse kanë zaptuar tokat e stërgjyshëve tanë. Tokat e stërgjyshëve tanë nuk i kanë zaptuar çifutët. I kanë zaptuar slavët, edhe të arshquajtur grek sot. Kështu që këto këllira që dalin sot dhe kanë një 7-8 vite që thonë jo po çifutët shu, edhe tu nuk po bëj avokatën e çifutëve. Thjesht po rreshtoj faktet. Që dalin edhe thonë jo po çifutët kanë nuk është e vërtetë. Sepse këta këllira që bëjnë këtë lloj ideologjie, që përhapin këtë narrativ të shtrembëruar, të pasakt, në fakt po i bëjnë një shërbim të drejt për drejt Greqisë dhe Serbisë, vazhdojnë përpara me planet e veta, që është zbrazja e trojave shqiptare, autoktone nga shqiptarët, që nga Bujanoci, Medvegja, me ndërhyrjet që kanë Malzi, në Maqedoni, e kështu me radhë. Domethënë, nëse ka dy shtete sot që kanë plane zyrtare konkrete, po të pashpallura publikisht për zbrazjen e territoreve shqiptare nga shqiptarët, është Greqia dhe Serbia, nuk është Izraeli. Kështu që këta qelpsirët që thonë jo po Izraeli, jo, këto po i bëjnë një lojë dhe një shërbim Greqisë dhe Serbisë. Po si mund të ndalen këto? Këto mund të ndalen, këto duhet i ndali shteti, duhet i presi fondet. Lekët nga i marrin këto mercenar për të përhapur narrativa të tilla.
se paguhen to nga dikushi për ta bërë këtë. Plus te kanë gjetur normalisht mbështetjen e mediave, se kemi cekur pjesën e mediave. Nuk ka ndyrësira më të mëdha se mediat shqiptare që përhapin çdo lloj narrative vetëm për lek dhe për klikime. Kjo është e vërtet miq për pjesën e çifutëve. Okej, ka thjesht një narrativ të ndërtuar ndër vite, një narrativ që nuk qëndron dhe nuk është e saktë. Që këtu po vinë çifutët dhe do bëjnë namin, do bëhet shteti i dytë izraelit në botë, do bëhet në Shqipëri. Kjo është një gënjeshtër shumë e madhe. Por fatkeqësisht shumica juaj e ka ngrënë. Por ka ardhur momenti të hapim sytë dhe të shikojmë faktet. Të jemi pak zgjuar, të gërmojmë pak, mos besojmë gjithçka që dëgjojmë. Apo e tha ky apo tha, do bëjmë dhe ne ato kërkimet tona. Sepse Shqipëria është vendi pas Kosovës, para Kosovës, e Kosova është fund fare, është vendi në rajon më pak i investuar nga investitorë të huaj. Kemi më pak investime se të gjithë. Edhe tash që është hapur kjo loja e investimeve, kjo s'është thjesht loja e investimeve, është hapur loja e perspektivës son, për të pasur një perspektivë më të mirë. Ne, si shqiptar, tash i kanë dalë gjithë kundër. Me narrativa nga më të ndryshmet, nga më të ndyra, me gënjeshtra nga më të mëdha, si po t'ju hedhur ju, domethënë syve, që të besoni se këtu po ndodh ky revolucion i madh dhe çifutët do t'i ndalojmë, nuk do vinë më në Shqipëri, se jemi ne dhe do shpëtojmë Shqipërinë. Këto janë prralla me mret. Mos i besoni. Dakord? Ju përshëndes deri në reagimin e radhës.